Muslimani është mesatar. Kur e don dikon, e don mesatare. Çka nuk kupton mesatare këtu të vëllezër? E don mrena një kufiri të caktuar. Do të thonë nuk tregohet fanatik të. Për shembull, nuk lën kush me këshillu, nuk lën kush me qortu, nuk lën kush me pranë me jo, çu po forti për to. Mirë është njëri, komo s'më gabu. S'pranon për ta as gabim, as shim, as korgjë. Çka të bën është mirë. Dashni që e verbon. Çka dashni e verbon. Çka të bën i dashuri, mirë e ka. Ai edhe kur bën keq, e denaj dikun, pse ka bëgit punë? Ka që është Allah. Andashri e verbën. Edhe urrejtje e verbën. Qka të bën ai që urrën, keq është. Edhe kur bën mirë. Në bën mirë, për shembull, nuk e falënderon, nuk ka mirë njës. Nuk ja pranon, për shembull, një sukses, një arritje, një përsis, ja pranon. Nga inati që ka dhe urrejtje. Që kjo është teprim. Muslimani e don dikon, mirë po, lën hapësirë edhe për kritikë, edhe për këshillë, edhe për mundësi të ndryshimit. E urren dikën për arsye që i përmenda në bazë të peshorës, mirë po lën mundësi që nesër ndoshta i rikthehet, ose lën mundësi që edhe pa u kthy fare, edhe në kuadër të urrejtjes, lën mundësi hapësirë caktuar që me i pranu ndonjë mirësi, me e lavdru për diçka, me e pranu ndonjë për shembull sukses e kështu me radhë. Prandaj muslimani nuk shkon deri në fund kur.